Për çfarë arsye ti pikëllohesh? Sa është provuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A je mërzit ti ndonjëherë që me vite të tëra të ka ik namazi? A je pikëlluar ti sot që në ditë gjumaje të ka ik namazi i sabahut? A je mërzit ndonjëherë? Është mërzit gjunall se si ka humbe ekipi i zemrës? Se mërzitesh ti në jetën tënde? Pse pikëllohesh? Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, përderisa njeriu është në dunja, patjetër që do të sprovohet. Në jetën e kësaj dunjaje do të ketë brenga, do të ketë telashe, do të ketë probleme, do të ketë halle, do të ketë derte, sa që njeriu her pas here e ka plan mërzia, e ka plan pikëllimi, e ka plan dëshprimi, e kështu me radhë. Kjo është jeta e kësaj dunjaje. Njeriu në këtë dunja do të sprovohet me sprova të ndryshme dhe do të pikëllohet për arsye të ndryshme. Allahu Azza wa Jall e sprovon njeriu ashtu siç tha në Kur'an, wala nabluwannakum, ne juve do t'ju sprovojmë. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Do t'ju sprovojmë juve me ndonjë gjë nga frika, apo me uri, apo me marrjen e ndonjë antari të familjes, apo me marrjen e bereqeteve e kështu me radhë. Wa bashiris sabirin, ndërsa ti përgëzoj ata të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Njeriu her pas here sprovohet, her pas here brengoset, her pas here pikëllohet, e që nuk ka njeri i cili në këtë dunja nuk pikëllohet, nuk mërzitet. Kështu ka qenë jeta edhe pejgamberëve të Allahut, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në rastet të caktuara ka ndjerë pikëllim në zemrën e tij. Dhe ti sot si musliman her pas here pikëllohesh, mërzitesh, mirë po për çfarë arsye ti mërzitesh? Për çfarë arsye ti pikëllohesh? Pikëllohet njeriu në jetën e kësaj dunjaje për arsye të ndryshme. Disa të cilat ndoshta vlen dhe disa të cilat ndoshta nuk vlen fare. Është mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pikëlluar nga gjendja e dhujtarëve të cilët e armiqsuan në Mekë. U ngritën kundër tij, e përgënjeshtruan atë, e ofenduan atë, e emërtuan atë me lloj-lloj emërtimi i cili nuk i takon atij. U ngritën kundër tij dhe i mbytën shokët, i mbytën sahabët, i ndan përgjys, i sprovuan ata me sprova të ndryshme.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në sejdë e hudhën plancin e tij mbi kokën e tij. Është mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është provuar shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është pikëlluar në raste të caktuara me arsye të caktuara. Sa është provuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç prej popullit, përveç prej armiqve të islamit, përveç prej akuzave të ndryshme, sprovat e tij kanë qenë të shumta, edhe të mëdhaja, edhe në aspekte tjera. E që sot ndoshta dikush prej neve mërzitet dhe piklohet për ato arsye. Ti sot mërzitesh, ti sot piklohesh nëse ki ndonjë rast vdekje. Ti sot piklohesh nëse ki ndonjë smundje. Ti sot piklohesh nëse ki borxhe. Ti sot piklohesh nëse ki ndonjë dert, ndonjë gajle. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu është mërzit, është pikluar me rastet, me sprovat e ndryshme që i pati në jetën e tij. Mirë po shikoje dhe paramendoje sa ishin sprovat e tij të mëdhaja. Allahu Azza wa Jall e sprovoi brenda një viti ku i vdiqën dy njerëz ma të rëndësishëm në jetën e tij. I vdiq bashkëshortja Hatixha radiallahu anha. Dhe këtë sprove din ata të cilët e kanë përjetuar. Kur njeriu t'i vdes bashkëshortja, është një sprove madhe. E Hatixha radiallahu anha nuk ishte vetëm bashkëshorte, po ishte një krah i rëndësishëm dhe i fuqishëm në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu i vdiq Migja, xhaxha i tij Ebu Talibi, i cili gjithashtu ishte një krah dhe një mbrojtje e madhe në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë në histori ky vit u emërtua si Amul Huzni, viti i pikëllimit. U pikëllua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po përveç kësaj, Allahu Azza wa Jall e sprovoi edhe me vdekjen e evladit, me vdekjen e fëmijëve. Allahu na i lehtësoft sprovat tona. Allahu mos na sprovot me sprovat të cilat ne ndoshta nuk mund t'i përballojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovua nga 7 fëmijë që ja dha Allahu Azza wa Jall, me dorën e tij i varrosi 6 prej tyre. Vajzën e tij Zejnebin, e cila vdiq duke qenë gjallë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vajza e tij Rukaje, vajza e tij Ummu Kulthum, djali i tij Abdullahu, djali i tij Kasimi, derisa kur erdhi momenti që i vdiq edhe djali i vogël Ibrahimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lëshoi atë në dhe, e mbuloi atë me dhe. Dhe në ato momente i pikluar i rjedhën lotët. Abdurrahman bin Aufi tha: ja Rasul Allah, a edhe ti qanë, a edhe ti të rjedhin lotët, a edhe ti piklohesh? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innaha rahme, ajo është mëshirë, ajo është rahmet. E pastaj tha: innal ayna latadma, vërtet syri loton. Wal qalba yahzan, dhe zemra mërzitet, dhe zemra piklohet. Në raste të ndryshme që na ndodhin në jetë, zemra piklohet, zemra mërzitet. Mirë, po ne nuk themi përveç se atë që Allahu Azza wa Jall me neve është i kënaqur. Ndërsa me vdekjen e Ibrahimit ne jemi të mërzitur, ne jemi të pikluar. Nga 7 fëmijë i varrosi 6 prej tyre i mbeti gjallë vetëm Fatimeja radiallahu anha. Dhe përveç kësaj sprove u sprovua dhe me shumë sprova të tjera. E në një prej rasteve më të vështira dhe më të rënda ishte akuza e nderit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga goja e munafikëve. E akuzuan atë edhe në nderin e tij, edhe në bashkëshorten e tij, duke shpif munafikët dhe duke thënë që Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ka ra në zina, Allahu na ruaj. Dhe sprova që kjo jetë ka sprova të ndryshme dhe ka mërzi, ka piklim. Në dunja ka mërzi, ka piklim. Kjo është jeta e kësaj dunjaje. Mirë po, nëse kthehemi në jetën tonë dhe shikojmë jetën tonë të përditshme, dhe ne her pas here piklohemi, mërzitemi, për çfarë arsye? Piklohesh ti nëse ki ndonjë sëmundje, piklohesh ti nëse ki ndonjë rast vdekje, piklohesh ti nëse ki ndonjë problem, ndonjë telashe, e kështu me radhë. Mirë, po në sa raste ne piklohemi për gjëra të kota. Pse mërzitesh ti në jetën tënde? Pse piklohesh? Disa prej njerëzve piklohen për arsye të haramit, nga se ju kanë dështuar lojrat, nga se ju kanë dështuar planet, nga se ju ka dështuar harami. E sa dalim i madh është ky ndërmjet dy piklimeve. Dikush piklohet, mërzitet, pendohet për shkak se i ka bë gjunah Allahut Azza wa Jall. E dikush piklohet për shkak se nuk pati mundësi që ta realizon gjunahun e tij. E ne sot sa piklohemi për një gjë të tillë? A je pikluar ti ndonjëherë? A je mërzit ti ndonjëherë që me vite të tëra të ka ik namazi? A je pikluar ti sot që në ditë gjumaje të ka ik namazi i sabahut? A je mërzit ndonjëherë? A je pikluar ndonjëherë që sa gjuna i ke bënde Allahut Azza wa Jall? Të ndalesh pak me vetveten dhe të brengosesh, dhe të piklohesh, dhe të mërzitesh për gjunaat e tua të cilat ti i ke bë gjatë jetës tënde. Pse piklohesh ti? Piklohesh vetëm në rast vdekje? Piklohesh vetëm në rast sëmundje? Piklohesh vetëm në ndonjë rast problemi? Piklohu pak, mërzitu pak për gjunaat tua. E sa prej njerëzve piklohen për shkak se ju dështoi gjunahu. Dikush mërzitet, piklohet nga se ka qenë në kazino. Mirë, po dikush piklohet për hir të Allahut, se ka bë gjunahun dhe pendohet. Dikush piklohet vetëm se i ka humb paret. Mirë, po për gjunah ai as që e ka gajle. Piklohu ndonjëherë, piklohu për gabimet, për gjunahet tua dhe Allahut Azza wa Jall. Dikush piklohet, mërzitet se ka qenë në lidhje të ndaluar në haram, ka rënë në zina, dhe dikush piklohet pse e ka tradhtuar harami. Njerëzit piklohen për arsye të ndryshme. Mirë, po ti si musliman, për çfarë arsye piklohesh? A piklohesh ndonjëherë se të kanë ikur punët e mira, të kanë ikur ibadetet, të kanë ikur ato gjëra të cilat të kërkohen në dunja, dhe ti ke mbet mbrapa? A mërzitesh ndonjëherë që shkuan 1 vit, 2, 3, 10 vite, ti në moshën 20 vjeçare, 30 vjeçare, ende nuk di të lexosh Kur'an? A mërzitesh ndonjëherë? Dhe shikoj, dhe ktheu pastaj te sahabët, dhe ktheu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë mërzit, të cilët janë pikluar në raste të caktuara të dunjas, e cila është e natyrshme. Mirë, po janë pikluar edhe në raste tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa raste është mërzit, është pikluar për shkak se njerëzit vdesin në kufër. A mërzitesh ti që të ka vdek baba? A mërzitesh ti që të ka vdek vllau? A mërzitesh ti që të ka vdek një shok? Po, për çfarë arsye? Për arsye se ka vdek. Mirë, po, a je mërzit ndonjëherë se ka vdek pa namaz? A e mërzit ndonjëherë që ky dashuri imi, ky familjari imi, ky i afërt imi shkoj te Allahu? Si shkoj te Allahu pa namaz? Apo si shkoj Allahut me gjunahe të mëdhaja? A je mërzit ndonjëherë për këtë arsye? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu azza wa jall la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ti a don ta shkatroj vetveten për shkak se ata nuk bëhen musliman?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam piklohej, mërzitej, pse? Se të tjerët nuk e pranojnë Islamin. Çka do të ndodh? Do të vdesin në kufër, do të shkojnë në xhehenem për gjithmonë. Kjo i avlin, kjo mërzi i avlin, ky pikëllim i avlin që njeriu të mundohet ta nxit vetveten, familjen, shoqërinë, mesin, vendin ku jeton, për në punë të mira, për në gjëra që Allahu Azza wa Jalla është i kënaqur. Allahu e përmendi pikëllimin e sahabeve, lotët e tyre, mirë po për çfarë arsye? Për çfarë arsye ishin pikëlluar sahabet? Erdhën disa prej tyre te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, edhe ne do të vim në xhihad së bashku me ty me sahabet tjerë. Mirë po ishin të varfër, as deve, as kali, as një gjë. Do të vim me ty, mirë po me çfarë? Tha Allahu Azza wa Jall, "Qulta la ajidu ma ahmilukum alayh." Po m'vjen keq, ama unë nuk kam me çfarë t'ju marr juve. Subhanallah. Tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. U kthyen këta sahabe të varfër, mirë po duke ju rrjedh lotët. Për çfarë arsye? Nga se nuk kanë mundësi të marrin pjesë në ibadet. A je mërzit ndonjëherë për një gjë të tillë? A je pikëlluar ndonjëherë për një gjë që ti nuk e arrite? Mirë, po me te nuk fiton dunja, me te fiton ahiretin, me te fiton xhenetin. E në sa raste njerëzit mërziten për gjëra të kota, për gjëra banale. I gjenë të ri musliman të cilët sot mërziten për gjëra të cilat nuk vlen as të përmenden. Në kohën e kampionatit që të ri të caktuar mërziten se ka humb filan ekipi apo ka humb filan ekipi. Po ti çfarë lidhje ke me atë? Asnjë lidhje. Ama është mërzit miskini. Është mërzit gjuna se si ka humb ekipi i zemrës. Kush është ai? Për çka ti sot po mërzitesh? Për çka ti sot po pikëllohesh? Besimtari edhe nëse pikëllohet për arsye normale që i takojnë jetës së kësaj dunjaje, apo pikëllohet mërzitet për atë e cila ka të bëj me fenë Allahut Azza wa Jall, besimtari duhet të mundohet që edhe ndjenjat e tij, edhe shpirti i tij, edhe zemra e tij të frymon në atë mënyrë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bëjë fjalët tona që të jenë në rrugën e Allahut. Allahu të na i banë veprat tona të jenë të nështruara ndaj fjalës së Allahut. Allahu të na i banë edhe ndjenjat tona të jenë në atë mënyrë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. E lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhenetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.